Fudejl ibn Iyad thonte, nuk përvepra nëse nuk i përmbush këtë dikush të nuk pranohet. Përderisa nuk është e sakt dhe sinqert. Ta në sinqert e kuptuar, çka është sakt? Në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allah. Ani se i lodh. Ani se i dërmu. Se ka njerëz që lodhen raskapitën, dërmohen në fund xhenem. Allahu ka thonë eleteke hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah, amilatun nasibe tasla naran hamiyah. Lodhje raskapitje në fund xhenem. Allahu disave ja ban plun veprat e tyre. Kush janë ato që ja ban plun? Ose se janë konë të sinqertë, i kanë bërë Allahu të zogjel ortak, ose kanë qenë prej atinve të cilët s'kanë qenë përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut, plun. Për ata çdo fjala që thuhet, sa ma shumë mirë, është mirë, jo çdo herë. Sa ma shumë me bo mirë, është mirë, sa është në fejë çdo herë mirë. A ma mirë mi folë dire qatë, farë sabot, apo katë? Cëllë është më mirë? 2. Cëllë janë ma shumë? Katë. Çka katë keqë? Katë keqë se ndryshon sunetin e pejgamberit. Për ata neve në ka ardhur feja që ne me praktiku si që në ka mësu pejgamberi Allah. Kjo është ajo...